drejtën do flas për qytetin tim të lindjes, Delvinën. Aty ku unë ndihem vërtet e lumtur, ndjej një lloj krenarie. Ka qenë një i madh në mosh, i cili më kishte ndjekur në intervistat e mia para se të merresha me politik, më njifte babain tim, njifte maman time edhe mua, dhe erdhi dhe më dha dorën dhe më tha: "Bravo, je krenaria e qytetit ton, por ke bërë një gabim." Dhe unë ngela dhe më tha: "Dgjom", tha mua, "ke thënë tha që ti je ndier e diskriminuar, tha. Ne tha në Delvin nuk të kemi diskriminuar ndonjëherë. Unë tha me babain tënd, ha, pi, jemi miq, do me thënë, unë kur ti del i them vajzave të marrin të marrin shembull nga ty dhe arritjet që ti ke, përveç faktit të politikës, por edhe që kam mbaruar një shkollë në Hungari, e kam mbaruar jo në Itali, se portalet thonë që e kam mbaruar në Itali." Do të pyes për veten, do të pyes. Po kjo ishte një lapsus dhe unë ndiva në fakt pak keq, sepse vërtet në Delvin nuk jam ndier e diskriminuar nga qytetarët. Po, ka pasur raste ku me shoqet e mia mund të kenë thënë ndonjë fjalë që okay, nuk po të pudhim ty se mund të bëhemi dhe ne të zeza, apo në gjimnaz, bullizëm. Nuk dua të kapem te këto, se këto i kam thënë dhe nuk dua t'i futem. Por atë që dua të them është që zotria kishte të drejtë. Qytetarët e Delvinës, gjithë komunitetin rom, jo vetëm familjen time, kemi jetuar në një harmoni dhe në një bashkë qytetari, do të thoja që nuk e kam parë në vende të tjera ku unë kam shkuar dhe kam shkelur. Pse pikërisht Delvina? Pse Delvina? Besoj sepse nuk e di, nuk mund të jap një arsye përse për momentin, se nuk më vajti mendja të dal deri në faktin përse ndodh kjo gjë, por është ky fakt. Dhe përderisa qytetarët jo rom të Delvinës i kanë shëmbur në mendjen e tyre diskriminimet dhe na kanë parë ne, familjen time, kushurinë e mi, edhe pjesëtar të tjerë të komunitetit, ashtu siç jemi, pa ngjyra racore apo etnike, nëse qytetarët e Delvinës ja kanë arritur, unë mendoj që çdo qytetar i Shqipërisë mund ta bëjë këtë gjë. Dhe diçka tjetër, në qoftë se unë u linda dhe u rrita në një qytet me dashuri, dhe kam ardhur dhe kam arritur sot këtu ku jam, të jem zëri i komunitetit tim, atëherë imagjino që romët në gjithë Shqipërinë të kenë dhe të marrin të njëjtën dashuri dhe të njëjtin respekt që ne gëzojmë në Delvin, se sa ina mund të dalin aty jashtë, se sa ina mund të jenë nesër në politik, nesër në gazetari, nesër mjek e kështu me radhë. Ina, unë ndoqja me shumë vëmendje prezantimin që të bëri drejtuesi i Qarkut, Bledi Çuçi, një personalitet në politik, por edhe një njeri shumë human, domethënë ka një sjellje shumë. Unë them që është babaxhan, kështu i them zotit Bledi Çuçi, është shumë babaxhan, është shumë njeri i mirë. Dhe këtë fjalën babaxhan që ti ja thua tani që ai është, po themi, 60 vjeç plus minus, se nuk e di fiks. Këtë e ka pasur edhe që ku ka qenë 30 vjeç, ky Çuçi ka qenë. Por mos e ndjen veten kështu që duke të thënë që shiko, duke të veçuar dhe duke të veçuar politikanët, duke sikur po e teprojnë Ina, pra ti gjërat që ke bërë deri tani ke arritur vetë, nuk ti ka bërë politika. Mos po e tepron politika duke ndoshta se po e teproj unë duke thënë, duke të përdorur ty që shiko, ne me Inën, po thyem dhe një tabu. Në fakt, tabut i ke thyer vetë. Unë kam thyer tabut në rastin e faktit që kam pasur një program timin, të me thënë, i kam qarë muret, si që thote edhe zoti Blendi Çuçi, vetë, dhe i kam bërë këto me dignitet. Por, edhe Partia Socialiste ka thyer një tabu, sepse sa vite kemi shtet, 100 ca, se tani matematikën... 113. Atëherë, në 113
vite 7, kemi një kandidate nga radhët e Partisë Socialiste Ina, më falë, nuk kemi pasur asnjëherë kandidate? Kandidate femër jo. Po, mashkull mund të kemi pasur, por jo në një garë si që është sot. Po deputet në parlamentin shqiptar të komunitetit rom? Kemi pasur një person që ka qenë i komunitetit egjiptian, Ervis Meço, edhe ai çuditërisht nga Delvina. Oh, po çfarë arriti ai? Ishte ka 2 vite, 4 vite në parlament. Jo, ishte në parlament. Ai ishte deputet. Ai ishte deputet i parë nga komuniteti jo shqiptar, po themi, po të komuniteteve me ngjyrë? Po. Ina, për gjithë ata që nuk e din, a ka mundësi ta shpjegosh çfarë janë romët? Sepse për të vërtetës në Shqipëri nuk e kanë atë njohjen, për shembull, ringatrojnë romët dhe egjiptianët, domethënë, çfarë janë romët? Atëherë, neve jemi një popull i cili kemi ardhur në Europë nga India, në shekull kemi migruar për shkaqe që nuk dihen, disa thonë sepse ka pasur një luftë dhe jemi detyruar të lëmë nga India, gjithmonë, romët janë nga India, gjithë. Romët janë nga India, po. Unë gjakun tim jam 25%, jam 25% indiane, nga Northwest, po sepse tani rrugës, imagjino, shekulli 15, e ke parasysh? Ndënjëm disa kohë në peradorin persiane, duke qenë se edhe kemi dhe një gjuhë ku ka edhe është hindu, por ka edhe shumë gjuhë nga persishtja apo Irani sotëm. Kemi lëvizur në Turqi, pastaj kemi ardhur në Europë. Dhe në Shqipëri ku kanë ardhur? Bizantit. Por në shekullin e 15-16. Do 1400-1500. Në kohën kur është kthyer Skënderbeu për të çliruar Shqipërinë, Krujën nga turqit, në histori thuhet që Romët e kanë pritur me dajre, kështu që kemi qenë këtu, jemi goxha. Do të thënë, kur erdhi Skënderbeu në Krujë, në 1424, do të thënë në këtë periudhë, në ardhjen e Skënderbeut në Krujë, që ngriti flamurin, po themi, edhe mbajtja të fjalimin, lirin e gjeta këtu, nuk e solla unë, do të thënë, Romët e kanë pritur me dajre në Krujë. Në Krujë. Osa e bukur kjo, Ina më ka thënë një gjë fantastike. Kështu që jemi kaq të vjetër në Shqipëri dhe Shqipëria është vendi jonë, e duam dhe ndihemi krenar që jemi shqiptar. Tani, preardhja nga India, gjuha juaj rome është një dialekt, nën dialekt i gjuhës zyrtare sot indiane? Është një dialekt i largët, mendoj, kemi disa fjalë. Imagjinoj që është si arbëreshët sot në Itali. Kuptohemi, por nuk është se është shumë ashtu, si që është, se gjua evoluon. Për shembull, polici nuk ka pasur atëherë, polici themi, sepse kemi ndënjur në Shqipëri dhe kemi huazuar. Por këto fjalët e tjera i kemi ruajtur. A shkruhet gjua rome? Po. Kohët e fundit është zyrtarizuar, le të themi, por është shumë e vështirë të zyrtarizohet, se duhet të kuptosh që jemi minoriteti më i madh në Europë. Tani në Shqipëri flasim, sa është numri romëve në Shqipëri? Sa është numri romëve? 4% e popullsisë i përkasin komunitetit rom, 8.000 e caj dole në census dhe diku pak më shumë është dhe komuniteti egjiptian. Jo, prit, pa vajtur të komuniteti egjiptian, rrim të romët, ju thatë që zyrtarizuar e shkruara, a kemi ne Shqipëri shkollë për të mësuar gjuhën rome? Kemi, në Elbasan është hapur një në universitet, kemi një deg, që është për gjuhën rome dhe gjuhën shqipe. Dhe aty mbarojnë mësues, të cilët kanë një diplomë që dhe mund të japin mësim në klasat ku pjesa më e madhe janë komunitet rom dhe mund të zhvillohet mësimi, siç janë shkollat greke, që kanë edhe mësim
disa klasa suplementare, diçka e tillë. E njëjta gjë është dhe me komunitetin rom, por është pak më vështirë tek pjesa e komunitetit, por që për shembull në Elbasan është një rast pozitiv ku kemi edhe klasa që tani romët ku janë shpërndarë në Shqipëri, Ina? Po ne jemi kudo. Ku? Mendoj unë. Po ja, unë nga Konispoli deri në Vermosh, unë mendoj që jemi. Në Skrapar, për shembull, në Skrapar nuk ka. Nuk e di për Skraparin. S'ka, se jam ndeju vetë. E sigurt. Ata mund të ketë shumë, jo tani s'besoj që ka fare një, po ata që kanë patur, sepse më mend, ata kanë ardhur nga Përmeti, në Përmet ka. Në Përmet po. Unë mendoj, nuk e di, jemi pothuajse tani jemi të qëndërzuar më shumë në Tiranë, ajo dihet sepse është bërë metropoli. Sa ka Tirana? Të 12 vite. Po ka shumë. Ka shumë, nuk mund të jap dot një numër, sepse statistikat kanë qenë problemi jonë më i madh prej shumë vitesh, por kemi një arsye pse nuk e kemi pak të vështirë të japim statistika, dhe kjo vjen për faktin që gjatë para luftës së dytë botërore, ku pjesë në kampet e përqendrimit ishin edhe romët, edhe egyptianët, absolutisht, u bë një si fillim u bë një mbledhje e popullsisë, romët duke mos menduar gjatë në lidhje me se kjo gjë do t'i sillte diçka të keqe mbrapa, dhan emrat e tyre, dhan që treguan e deklaruan që ishin rom, dhe pastaj kur shteti vendosi të na nxirrte edhe ne si një racë jo e denjë në thonjza, kjo gjë na krijoi një lloj mosbesimi ndaj shtetit, sepse normalisht kur kalon trauma të tilla, generational trauma, që quajmë këto në anglisht, trauma të gjeneratës, kjo të krijon një lloj fobie, të tregosh se kush je dhe të mbledhësh informacione. Tani, këtë mund të sqarosh tani që romët i sqarove shkëlqyer. Tani, qa lidhje keni ju, qa janë egyptianët, komuniteti egyptian në Shqipëri? Egyptianët është një komunitet tjetër që nuk ka lidhje me komunitetin rom, të cilët kanë ardhur nga India, se më është bërë pak edhe mendja me fushatën pak lëmsh, nga Egypti, gjatë kohës kur nga Egypti vinin sklever. Pra, ata janë që para se shteti shqiptar edhe arbëria edhe shumë janë më të hershëm se ju. Më të hershëm. Tani pse i ngatrojnë shqiptarët dhe ka ndallim romët nga egyptianët? Unë jam një vajzë e një nënë egyptiane dhe një baba i rom. Nëna jote është egyptiane? Po, mamaja ime është egyptiane nga Tirana dhe baba ime është rom. Po pse i ngatrojnë, na më shpjego pak të se shqiptarët nuk ose... Por sepse kur erdhën romët në fillim në Europë, doli termi gypsy, që thuhet, atë menduan se ne kishim ardhur nga Egypti. Që gypsy, po Gypsy King janë nga grupet më të mira sot në botë muzikës. Po, por është me term konotacion negativ, kështu që ne nuk e përdorim. Po. Po ata e ka Gypsy King? Ata janë tjetër gjë. Ne më flasim për Shqipërinë. Dhe ideja është që u bë ky ngatrimi duke qenë se shiheshim që të dy si të huaj, pra ideja është që trajtohemi dhe shikohemi nga të tjerët njësoj, edhe pse nuk jemi njësoj. Dhe ajo gjë që unë dua të them edhe kam si mesazh është që po ti shohësh nga afër, kemi më shumë të ngjashme se sa të ndryshme. Jemi njerëz që kemi një dinjitet të fortë, e duam familjen, që është më e rëndësishmja, dhe mbi të gjitha nuk përkulemi kundrejt pra drejtësive. Kështu që edhe pse ne kemi identitetet tona dhe traditat dhe kulturat tona, që i respektojmë dhe ja respektojmë njëri tjetrit, e rëndësishme është që ta shohim veten si një, kur kemi të bëjmë me vendimarrjen edhe me zërin ton politik. Ina, tani diskriminimi ka qenë,
Po populli shqiptar ka qenë kështu, do të thënë, racist ndaj jush dhe kur është shfaqur më shumë kjo para luftës së dytë botërore, gjatë luftës së dytë botërore, gjatë regjimit komunist apo mas vitit 90? Pyetje tani janë pak trike. Tani ti je në politik tani, nuk je kështu për qefin tënd. Unë dua të them diçka, duke qenë se prej 12 vitesh punoj si aktiviste. Kam punë të tjera, punoj në vende të tjera, por prap aktivizmi për komunitetin tim është një punë 24 orare për mua. Gjatë viteve që unë kam njohur Rom nga Rumania, Rom nga Bullgaria, Rom nga vende të tjera, kam kuptuar sa me fat jam që kam lindur në Shqipëri. Dhe këtë them me gojë plot. Kam lindur me fat sepse duhet kuptuar që Romët në Rumani kanë qenë sklever. Sklever, po. Sklavëria në Rumani raposht kur në Amerikë ra sklavëria. Mund të themi në Serbi, për shembull, gjatë luftës së dytë botërore. Atë e ka Abraham Lincoln, e ka hequr sklavërinë në Amerikë 1800 ca dhe imagjino Ina, presidenti i parë George Washington ka pasur 400 sklever. Presidenti i parë George Washington kishte 400 sklever vetë ai. Kjo. Në Serbi gjatë luftës së dytë botërore, kur kam qenë në Auschwitz edhe kam parë nga afër gjithë atrocitetet që kanë ndodhur kundrejt komunitetit tim, në gazeta dilnin që e zgjidhën çështjen Rome dhe çështja Rome zgjidhej duke i vrarë. Kështu që duke parë, dhe nuk dua të futem sepse më prekin, duke parë se si jemi trajtuar në Shqipëri, unë ndjem me fat, sepse shqiptarët e kanë pak në thelb diskriminimin, por duhet vënë re që nuk e kanë vetëm për komunitetin rom, e kanë se ai tjetri është nga jugu, se ai tjetri është nga veriu, e kemi pak në gjak këtë gjë. Duke thënë këtë gjë, nuk do të thotë që nuk kemi ndjerë të diskriminuar dhe nuk kemi qenë të përjashtuar nga situatat. Atëherë, unë gjatë luftës së dytë botërore jam munduar shumë për të gjetur informacione në lidhje me komunitetin tim, por e kam pasur të pamundur dhe ndoshta nëse futem në politik, një ndër gjërat do jetë edhe të studioj pak se si ka qenë gjatë luftës së dytë botërore pjesa e komunitetit. Por atë që di të them me krenari edhe kur isha në Auschwitz dhe unë ndjeva shumë e lumtur, është fakti që Shqipëria gjatë luftës së dytë botërore nuk ka qenë pjesë e dorëzimeve. Kështu që kjo më bën mua krenare që jam shqiptare. Domethënë premtimi i Ina Majkos është që nëse bëhet deputete dhe Ina edhe nëse s'bësh deputete je në qeveri se do të pyes për atë, ti do merresh me Romët gjatë luftës së dytë botërore. Dua të merrem me historinë, të krijoj një histori që ne nuk e kemi fatkeqësisht. Për komunitetin të shkruash historinë e komunitetit rom, shumë e bukur kjo. Dhe këtu, tani mund ta shpjegosh pak për ta mbyllur këtë pjesë e historisë. Pse në flamurin tuaj është ajo rrota? Sepse jemi mërgimtar, e kemi këtu, më fal. Kjo është flamuri jon. Sepse ne kemi mërguar dhe prandaj është kjo rrota, kemi qenë mërgimtar, kemi ardhur dhe kemi udhëtuar me qellin edhe me tokën që është bari. I vetmi komunitet që ka inflamur dhe është nomad, pra udhëtar, që ecën. Në Indi ke qenë Ina? Jo fatkeqësisht, nuk kam pasur rastin. Kur do shkosh në Indi, pyetja? Po pas 11 maj ndoshta. Do shkosh në Indi? Të dalin edhe zgjedhjet edhe mund të bëj një 3 ditë pushime në Indi. Te rrënjët atje. Sa atje vdiq edhe Nën Tereza, kështu ke një lidhje. Po. Ina, më thuaj pak, lutem, trego pak për vete. Ke treguar, ti kam ndjekur ato, se unë jam përgatitur që po bëj këtë intervistë me ty, po ju treguat që gjyshi juaj shkoi te Thoma Deliana, ministri i arsimit, dhe i kërkoi, ai punonte lulishtar në bllokun e udhëheqjes dhe i kërkoi një drejt studimit për djalin. Vajzën. Për vajzën.
Tani, mamaja, çfarë studion? Maman e kam nga Tirana. Mamin e kam nga Tirana. Mami nga Tirana. Si quhet mamaja? Po. Liliana. Liliana Shaqe. Ore, këtë mbi emrin Majko. Çfarë ke pandeli Majkon ti? Nuk e kemi gjë. Tani duhet parë Zoti Pandeli mos ka ndër lidhje me ne, po ne nuk kemi Zoti Pandeli. Tani Majko, ta dia kështu da Baba im quhet Majko në fakt. Si? Baba im quhet Majko. Majko në katror, do me thënë. Shumë interesante kjo. Mamaja quhet Liliana. Tani, gjyshi juaj për mamin e bëri atë kërkesën? Po, për motrat, ka 4 vajza dhe 1 djalë. Kështu që ai donte që fëmijët të shkonin në shkollë, të shkolloheshin. Po ç'ishte kjo? Se kam kuptuar këtë, Ina. Çfarë ishte kjo që një lulishtar, se nuk ka rëndësi që ishte i komunitetit rom, ai mund të ishte i çdo komuniteti. Një lulishtar guxon, por më shumë ka vizionin që i thot ministrit të arsimit dhe një personalitetit asaj kohe që ore, mi shkollo fëmijët. Vërtet. Por përveç guximit dhe vizionit të gjyshit tim, stërgjyshit në fakt. Stërgjyshi im i një njeri, po stërgjyshi. Ndërsa gjyshi im ka qenë si quhet ajo që harova. Se qa bën Xixa, një gjë se tani... Saldator. Saldator, po, ka qenë saldator. Ndërsa, mami im, por edhe motrat edhe vllai i saj vetëm, kanë qenë student me nota shumë të mira. Për çfarë studion mamaja? Mamaja ime të mesmen e ka bërë për anglisht, ndërsa të lartën për gjuhë letërsika, që mami dhe babi im janë që të 2 mësues, tani të dalë në pension. Ata rrinë në Tiranë? Ndahen midis Tiranës edhe Delvinës. I marr unë me zor në Tiranë, tani unë jam në Delvinë. Ti rrinë në Tiranë? Sepse nuk duat, po unë punoj në Tiranë. Po ku punon ti? Je kandidate për deputete? Tani nuk punoj. Tani jam në Delvinë. Tani po të flas në Delvinë. Po pas e më zuri makina, Ina. Edhe mua kam 1 muaj që më ka zënë makina se jam gjithë kohës që i bie gjithë qarku të Vlorës nga cepi në cep. Tani, the pak më parë që, jo pëthe, po unë të kanë ndjekur të Radio Tirana të emisioni, po të si ja bën tani, e bën emisioni apo jo? Nuk e bëj për momentin, e kam lënë pauzë. Ina largohet në Radio Tirana, Radio Tirana largon Inën, Ina braktis emisionin. Ina nuk e moderon më emisionin e saj dhe është në fushat. Tani e kupton tani çfarë lajmeve? Jo. Unë i shkruajta Vojken Lakos dhe i thash për lajmin e mirë dhe ai më tha pa merak, vazhdo dhe emisioni do jetë këtu. Dhe ajo gjë që dua është që edhe nëse populli i Vlorës më jep votën dhe unë nesër do jem deputete në kuvend, Romët Krenar e kam pik në zemër dhe nëse nuk e bëj unë, do jetë një vajzë tjetër, po ka që zonja sa unë, për ta vazhduar si projekt, sepse është i rëndësishëm që ne të kemi zë dhe ne të ndryshojmë të narrativën që jemi vetëm Romët të cilët paragjykohemi, Romët të cilët e kemi të pamundur të thyejmë këto muret, por ka dhe Romë plot që ja kanë dalë si që jam unë dhe si që janë të ftuarit e mi të përjavshëm në emisionin tim. Tani, kryeministri ka bërë një premtim, ai është një nga skupet e fushatës, që edhe nëse s'bësh deputete do jesh në qeveri. Tani ti besoj kështu qef ke ministre e brendshëm, besoj. Unë di të them që jam përpara dhe jam tani në një luftë elektorale, kështu që atë që kam në mendje është maksimizoj votat për Partinë Socialiste dhe për veten time, për të qenë pjesë e kuvendit, se pastaj, se çfarë ndodh pas 11 majit, nuk e shoh dot në horizont tani dhe nuk mund t'jap dot një përgjigje. Por atë që di dhe atë që më bëhet zemra mal, është sepse juve thatë pak më përpara dhe përmendët që a mos ndiheni sikur po
po ju japin më shumë vëmendje dhe ndoshta po ju marrin vlerat apo diçka të Ju tillë. përdorin. Unë do thoja që absolutisht jo. Komentet që shoh, se unë jam një tip që jam shumë pozitiv dhe gjithmonë fokusohem tek mesazhet pozitive, por Partia Socialiste ka marrë përsipër një barë të madhe të diskriminimit, ku unë e shoh ndonjëherë në komente që njerëzit duan të denigrojnë figurën e Partisë Socialiste duke vendosur... Mos e ki fare ata se e di si e kanë atë projnë psiqik, do dhënë që nuk lën aty ata, as njeri që të shpëtoj nga sharje, nga kështu që mos e ki fare atë, ta them unë... Nuk e kam, por po them që Partia Socialiste ka ndërmarrë, ka marrë përsipër një barë, që është bara e atashimit të stigmës, kështu që dhe kjo duhet vlerësuar se... Le të themi se kam dashur me thënë dhe faleminderit që po ma jep këtë mundësi të dekalogu, se më shkruajnë shumë mirë që kandidon, por pse me këtë parti. Dhe unë kam qenë këtu prej disa vitesh, të paktën 2 vitet e fundit u kam qenë shumë vokale dhe kam dalë në emisione dhe kam folur. Nuk ka ardhur asnjë, as nga partitë e vogla, por as nga partitë e mëdha që janë kundërshtare, për të më dhënë një zë dhe për të më dhënë një dorë. Ishte deputeti që dua, ishte zoti Blendi Çuçi dhe zoti Edi Rama, të cilët vërtet më dhanë këtë mundësi, kështu që... I zgjedh Partia Kuadro të thosh atëherë. Unë do them që nëse do kishin dëshirë si partitë e vogla, si dhe partitë e mëdha, të më bënin të më ofronin diçka, do mundnin. Por jo të hedhin bajt kur Partia Socialiste vendosi të bëj këtë hap historik, se është hap historik, të hedhin bajt dhe të thonë, jo, po ju përdor. Ku ishit ju pra? Pse s'më përdorët ju në thonjza? I nxore ato kthetrat si politikane tani, më pëlqeu shumë kjo, sepse një politikane thjesht vetëm e mirë edhe atje të cepi që shiko, të kemi shqyqy që të kemi, nuk mjafton. Kjo të vlen më shumë, Ina Majko. Kjo që the tani, ku ishit ju? Ina, tani, po të bëjmë pyetje kështu, tani ku e shikon më veten tani, se ajo ministre e Brendshme ishte shaka imja. Ku do dohet ti në kabinete, ajo që ka çështjet sociale, të shanseve të barabarta, apo ku? Nëse nuk jam unë, por t'jep një person i komunitetit rom dhe ose i gjyqtar. Jo, ti Ina, nuk ka tjetër njeri, ti do jesh tani atje, se tha Rama atë. Dhe Rama e mban fjalën, ë? Unë e kuptoj që ju doni të nxirrni lajm, por unë jam shumë e kujdesshme në mënyrën se si flas, sepse tregon tani e pa kujdesshme, s'ka problem. Nuk e bëj dot, sepse brenda vetes time unë di këtë gjë, që ne kemi bërë një hap historik, për shembull, dhe dua ta them këtë se është shumë e rëndësishme. Më sollën disa pako nga Greqia kushurinë e mi. Se kam probleme në fakt edhe me stomakun pak nga ankthi, se është një fushatë dhe është gjë e parë për mua. Dhe më sollën disa vitamina, disa gjëra, edhe për të më ngritur pak humorin. Dhe aty, kushurirat e mia më kishin të vogla, që janë mbesat edhe nipat, më kishin shkruajtur disa vizatime të bukura ku thonin me fitore dhe diçka të tillë dhe disa fjalë inkurajuse nga disa vajza të vogla 4-5 vjeçare. Unë në moshën e tyre nuk kisha një shembull që të më thoshte që edhe pse ti përket komunitetit rom, mund t'ja dalësh dhe mund të bëhesh një lidere, mund të bëhesh një deputete, mund të bëhesh një ministre, mund të bëhesh çfarë do lloj gjëje që ti ke në kokë. Unë kisha në mendjen time vetëm jo, ne nuk mundemi, ne nuk kemi krah, e kështu me radhë. Kështu që për mua bëhem nuk bëhem ministre, bëhem nuk bëhem deputete. Unë kam thyer një barierë në mendjen e çdo vajze të vogël, edhe djalit të vogël, që mund të ëndërroj, mund në mendjen e tij të mendoj që unë jam i aftë t'ja dal dhe si ta them, etnia ime nuk është limit, por ndonjëherë, si shihet tani në Partinë Socialiste, është aset. Kështu që unë për këtë jam e lumtur për çdo lloj gjëje tjetër që vjen më mbrapa.
Okej, komunitetit e Rom ja more votat ti, kjo është mbyllur kjo, po a do të votojnë dhe ata që s'janë të komunitetit e Rom? Unë ndjej që po, sepse këtë shoh në sytë e njerëzve që takoj, e qytetarëve të Delvinës, e qytetarëve të Vlorës. Të tjerë që s'janë Rom, ka thënë ndonjëri, Ina, votën të jap ty. Po. Të ka thënë? Dhe kjo për mua ka qenë shumë e çuditshme. Aty në Delvin? Sepse në Delvin po, se më njohin që kur kam qenë fëmijë, kështu që më kanë rritur. Je vajzë e qytetit? Jam vajzë e qytetit, por edhe jashtë. Më kanë folur, më kanë dhënë dorën edhe pse unë nuk i kam njohur, se kam pak të vështirë ta kërkoj votën te njerëzit që nuk i njoh, edhe kam punuar shumë me veten time për të folur, por vërtet janë afruar vet, edhe më kanë dhënë dorën dhe më ka thënë bravo për punën që bën, bravo për zërin që ke dhe zërin që jep, sepse duhet të kuptojmë diçka, që nëse kemi një komunitet rom të integruar, kemi një shoqëri shqiptare më të mirë. Kështu që unë mendoj që ka pjesëtarë të komunitetit jo rom në Shqipëri, cilët e shohin këtë mendim që kam unë dhe vërtet më suportojnë. Ina, ju keni mbaruar... Unë nuk të le të flasësh. Si, më falë? Unë nuk të le të flasësh. Jo, ti fletë shkëlqyer, po ju keni mbaruar studimet në Ungari, ju diplomuat atje për? Shkenca dhe politika mjedisore, kam mbaruar për mjedis. Po, dhe u kthye direkt në Shqipëri, nuk punuat fare atje? Jo, nuk punova. Mbaruar në 2019. Dhe ke 6 vite që ka ardhur këtu? Po, kam 6 vite. Në Tiranë? Nuk doja se në Tiranë, po, sepse në shtëpinë time jam rritur gjithmonë me këtë thënie që guri i rënd në vend të vet. Kështu që unë doja të vija edhe të punoja këtu. Sa fëmijë jeni Ina? 3. Unë jam vajza e vogël, e pleqërisë. Vajza e vogël, po ke vëlla, motër? Kam 2 motra më të mëdha. A jeni 3 motra? 2 motra më të mëdha. Po motra me çfarë merren? Motra e madhe punon dhe jeton në Tiranë. Si quhet? Ka mbaruar për punë sociale, Marsela, ndërsa e dyta ndodhet në Gjermani, punon prej vitesh jashtë shtetit, ka mbaruar për gjermanisht dhe Edlira. Përmendi pra emrat e motrave, mos u bëj vetëm me famshme tani, mos u bëj kaq kështu tani. Po ndoshta nuk duan të bëhen të famshme. Jo, po ty takon ti bësh ato. Ty të takon ti bësh ato. Tani, do të bëjmë pyetje të tillë. Ina, na fol pak për vete kështu, je lidhur, e fejuar, e dashuruar tani, se jem politik tani? Unë jam martuar me partinë tani. Kjo jam futur karrierës time. Kjo është fantastike. Je martuar me partinë, ë? Ose pse thash me shaka. Po me shaka, po. Po si e fare kështu e lidhur me dashuruar? Jo. Jam e fokusuar vetëm tek 11 maj dhe të dalë me sukses. Po Ina, çdo gjë tjetër është e tepërt për mua. Ina, po kush ta beson këtë ty, Ina? Po dash besojni, dash mos të besoni, por e vërteta është kjo. E vërteta është që nuk kam prej shumë kohësh dikën në jetën time. Asnjëherë? Nuk kam prej shumë kohësh thash, nuk është se s'kam pasur dikë. Po ç'ishte ai fatlum kur e kishit shumë kohë më parë? Di unë ja tani më shefe, thot, sa keq. U zhgënjeve? Jo, unë jam një njeri që nuk zhgënjem. Unë jam një njeri që i marr gjithmonë në anët pozitive çdo historie. Kështu që nuk do gjesh brenda vetes time asnjëherë diçka të keqe, për të thënë për asnjë njeri. Sa zgjati? Prej shumë vitesh. Prej shumë vitesh? Unë nuk kam shumë nuk do të flas shumë për jetën time personale, por që ajo që ka rëndësi të thash është kush është Ina dhe çfarë përcjell Ina si Ina, pa pasur dikë. Se në fakt e bëra një skeç me shokun tim Alex Seitaj, që u bë si mami. Sepse sa herë shkoj në përfshatra, gjëja e parë që më pyesin zonjat e nderuara është po sa mirë që ka aplikuar, bravo, patjetër që do të mbështesim, po ke gjetur dikë? I them unë, jo, jam vetëm. Sa vjeç je? 32. E po gjet dikë tani.
Se u rrit, e vajte 32. Edhe dhe me mendjen time që duhet ndryshuar pak ky mentaliteti, gratë mund të jenë të suksesshme edhe pa pasur dikën në krah. Këtu nuk je rome, këtu je shqiptare, se nuk ka mama në Shqipëri, nuk ka grua në Shqipëri, madje them edhe burra 32 vjeçe, je burr tani. A është kështu? Po, ky mentaliteti duhet ndryshuar. Njeriu duhet të martohet kur e ndjen që duhet të martohet dhe jo sepse ka presion nga shoqëria. Shoqëria, jo për shembull mund të jetë diçka tjetër që mund të jap një mesazh ndoshta në parlament. Për të qenë një deputete pa martuar. Do të thënë, nëse bësh deputete, i bie që ti do martohesh kur ti je deputete. Nuk martohen fare, për shembull, 4 vite në mandat nuk martohen. Shiko, mos bëj deklarata të tilla se të bën të kalojnë ato flutrat në stomak dhe pastaj thua, ore, do ngresh duat për pjetër. Janë të mirë se ardhura. Quhet premtimi pa mbajtur pastaj. Besoj do ma bëjnë halal. Po prandaj po them, jo, atë ta kemi falur Ina. Është i vetmi premtim që është mos e mbaj, s'ka problem. Ina, unë futem te ata që kur mbaroj intervistë me ty gëzojmë shumë dhe më vjen mirë që shumë kolegë të mi, po jo vetëm kolegë, jo vetëm gazetar, por edhe shumë të tjerë, ty tashmë jo thjesht të çmojnë, të vlerësojnë, po të duan shumë Ina. Dhe kjo është një fjalë shumë e madhe. Ti ke bërë revolucion jo për komunitetin tënd, por ti ke bërë revolucion në Shqipëri. Qofse ne do kishim një çmim këtu nga këto për paqe, nga këto Nobel, është e madhe fjala Nobel, po çmime për paqe, për po themi paqe sociale, apo për emancipimin e shoqërisë, Ina Majko, ti e ke fituar çmimin, se do t'japi në një plak apo në një teneqe këtu, nuk është problem. Ti e ke fituar Ina dhe na ke fituar zemrat të gjithë ne shqiptarëve, që themi jemi shqiptar, ndërsa ti e komunitetit Rom, po që them që na ke emancipuar edhe ne shqiptarëve. Dhe për këtë bravo Ina Majko. Unë të uroj që të ke suksese në 11 maj. Vështirë e ke për të bërë deputete, se të flasim kështu tani, të ulemi në tokë. E ke vështirë edhe për shkak të formulës, shumë formulë e rrezikshme në aspektin politik. Po ka një aset, sepse jam grua edhe kemi 1-3 përqindje. Po mirë, gjithsesi po them në mënyrë të përgjithshme është formulë e vështirë, nuk është formulë e lehtë. Po ta marrësh kështu, megjithatë ti ke gjasa të bësh deputete. Gjasat janë të bësh deputete. Po unë më shumë kënaqem për atë që ti ke bërë dhe ke thyer, dhe nëse ti nuk bësh deputete, unë do vi, më premto sot të vi në zyrë ta bëj intervistën e parë në zyrën tënde, në zyrën e shtetit. Ma premton këtu? Nuk bëj premtime dhe arsyeja pse nuk i bëj premtimet është se premtimet që bëj dua t'i mbaj, kështu që nuk mund të ta premtoj. Jo, nëse Rama ty të emëron diku, më premton mua ti më japësh intervistë aty në zyrë. Nëse Rama. Nëse. Po pra, nëse po themi se ajo s'është në dorën tënde, sigurisht. Më premton? Të premtoj. Okej, të falenderoj shumë. Ina, falenderit shumë për këtë intervistë të këndshme. Është nga intervistat më të veçanta, një nga më të veçantat. Në karrierën time duhet jenë bërë rreth 5.000 intervista, 5.000 në 30 vjet. E kupton? Dhe unë po them ti je një nga ato më të veçanta, që ti ke folur, nuk e se ke ekskluzive të mua. Pse? Sepse thash që ke dhënë na ke emancipuar Ina. Ne, lëre veten dhe ata njerëzit e tu aty. Na ke emancipuar. Dhe kjo është jo e pakët. Të falenderoj shumë, Ina, suksese në 11 maj, edhe çdo gjë mbar në jetën tënde, por edhe familjes tënde, sepse edhe ata duket që kanë një rol shumë të rëndësishëm në jetën tënde. Ke ndonjë mesazh për zgjedhësit? Siç thotë edhe ju, kam bërë një hap historik, kam kthyer disa mentalitete të cilat kanë qenë edhe brenda komunitetit tim, por edhe jashtë. Por nëse do që ky mesazh të jetë akoma më i fuqishëm, duhet të votoj numrin 5 të mua edhe Ina Majkon.
Ina, faleminderit. Mirupafshim. Ndoqët një intervistë me Ina Majkon, kandidate Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës. Ky është emisioni për sot nga Unë Lan Çafoku. Mirupafshim.